Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, i kaluam disa javë në shoqërim me musafirin e qiellit, me Ramazanin e bekuar. Inshallah Zoti i Madhërisëm ato ditë që i kemi kalu agjerueshëm dhe duke bën vepra të mira, inshallah Zoti i ka pranu dhe shpërblimin në i sjell në këtë botë dhe në botën tjetër. Edhe këto pak ditë që kanë mbetë prej këtij muaji të bekuar, Zoti i Madhërisëm na dhasht forcë, kurajo dhe ne baft risk që t'i agjerojmë dhe t'i shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse askush për neve nuk e din se çka i sjell e nesërmja. Pra Zoti i Madhërisëm na ka nderuar për faktin se na ka dhënë ymër dhe na ka takuar me këtë muaj të bekuar, të cilët ditët më të arta të jetës janë këto që po i përjetojmë këto ditë, e sidomos prej pramit kur veç kemi hyrë dhe ditën e fundit të muajit Ramazan. Ditët më të mira që i do Zoti i Madhërisëm dhe netët më të mira që i do Zoti i Madhërisëm. Dhe kjo është shans për njeriu. Të dashur vëllezër, me që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit dhe e pashë dhe të arsyeshme që ta përmendi edhe një element që dëshmon se njeriu e njeh Zotin e Madhërisëm dhe është minjos ndaj Zotit Madhërisëm. Ajo është bamirësia apo dëshira e njeriut për të bërë bamirës dhe për të kontribu edhe për tjetrin në jetën e kësaj bote. Të dashur vëllezër, sepse këtë xhumë dhe xhumën e ardhshme, nëse jemi gjallë do të flas për këtë temë. E sot do të bëj vetëm si hymje. Të dashur vëllezër, feja është program, projekt që e ka hartu Zoti i Madhërisëm. Në dinin Allahut Azza wa Jall nuk ka hapësirë me hek diçka e as me shtu diçka. Sepse i gjithdijshmi Allahu Jalla wa Ala ai ka hartu në mënyrën më të mirë të mundshme. Prandaj Zoti i Madhërisëm për fejen thot sibghat Allah. Ne kemi qëndis këtë fej. Wa man ahsanu min Allahi sibgha. A ka mundësinë e kush tjetër mi bari val Allahu Jalla wa Ala në dija? Kella kur. Pra Zoti i Madhërisëm e ka hartu këtë fej. Dhe në kuadër të kësaj feje të dashur vëllezër, në kondita të kësaj feje, në parimet të kësaj feje, qëndron edhe dëshira e njerit, dëshira tjetrit për të ndihmuar tjetrit. Dhe siç dihet në literaturë dhe siç dihet në Kur'an se zeqati, sadaka është lëmosha, është një prej 5 shtyllave të Islamit, pa të cilën nuk kompletohet feja e Zotit të Madhërisëm, pa të cilën nuk plotësohet feja e Zotit të Madhërisëm, dhe njeriu në jetën e kësaj bote nuk mund të pretendon se është i mirë nëse me një farformë thjesht po them nuk ja ka pa hajrin kërkush në jetën e kësaj bote. S'mund me pretendu që është i mirë. S'ka asnjë fakt, asnjë argument që e dëshmon se është i mirë nëse dikush këtë dunja s'ja ka pa hajrin. E Zoti i Madhërisëm e ka bën farz zeqatin, sadakën, për t'i treguar njeriu se kjo është rruga që dëshmon se ti interesohesh për familjen, për shoqërinë, për rrethin ku jeton. Pra vëllezër të dashur, zeqati është shtyllë e Islamit. Nëse dikush del për kësaj bote edhe nuk e ka dhënë kur zeqatin, Zoti na ruaj me rreziku me besim te Zoti i Madhërisëm. Ka me shku me një mangësi shumë të madhe që ndoshta
edhe I kushton me besim për Allahu xhallahu. E dini pse? Sepse krejt çka posedon në dorë në jetën se bote o dhurat për Zotin më vrishëm, që të kanë nderu ty. E Zoti prej neve ka kërku një shumë të vogël, që qatë shumë ja dhanë tjerve, që I ka sprovu Zoti me varfëri, ose I ka sprovu me pamundësi për të arritë qëllimet e jetës. Prandaj të dashur vëllezër, mëso në këtë çështje. Zeqati është farz si namazi. Zeqati është farz si agjërimi. Nëse të kalon një vit dhe ti nuk jep zeqatin, ti kur gjan s'ke ba ma shumë se sa e ke grumbullu një materie të zjarmit për cilën ke më unëzaj lese për Allahu xhallahu. Siç na ka thonë Allahu në Kur'an, se pasuria në jetën e bote për disa njerëz do të shndrohet në materie të xhenamit, ku do të ndërshkohen ata të cilët kanë qenë mosminjorë ndaj Zotit duke mos e dhënë zakatin. Fjala zaka do të thonë pastrim. Ne I thonë zakat për shkak terminologjisë në shqip. Në arabisht zaka diçka që pastrohet. Allahu ka thënë qad aflaha man tazakka, ka shpëtuar ai cili është pastru. Çu pastru? Po qatë hisën që e ka lyp fukarahe se ke dhanë ti e ndyt me hak të huj. Ti ke marrë hiset huj në dënjatë. E nëse jep e ke pastru, je pastru për ati pese I barë dhe ruban përgjësi para Zotit të madhërishëm. Pra shkurtimisht vëllezër, zeqati është obligim për obligimeve të mëdhaja. 5 shtyllat e Islamit pa cilat nuk ka mundësi të kompletohet besimi. Dhe këtë ne ka thonë pejgamberi, dhe këtë ne ka thonë Kurani familjarët. Dhe Zoti flet gjëre gjatë në Kur'an. Pra kjo është aspekti I obligueshmërisë, sepse në 82 vende në Kur'an Zoti Madhërisht bashkë me namazin e ka urdhëruar edhe zakatin. 82 herë më të thonë dikush për diçka, e ti se ngon do të mira vetit ma se nuk je mirë. E ma Allahu më thonë 82 herë por diçka, edhe ti me marë guxim dhe me refuzu, unë nuk e di çfarë trimi më me ka njëri nëse e refuzon urdhën e Allahut azza wa jall. Dhe qysh ki më përballë me Zotin nesër? Për këtë arsye Allahu në thënë Kur'an wa aqimu s-salata wa atu z-zakah. O ju njerëz, falni namazin edhe jepni zakatin 82 herë direkt. Por mi kallëzu njeriu se sa ka vlerë zakati. Zakati vëllezër të dashur është pasuri e huaj. Nëse Allahu të ka dhënë pasuri, edhe ti se jep zakatin, ti e të hang hakën e fukaras, i të hang hakën e jetimit, i të hang hakën e studentit, e shumë kategori tjera. E nëse ti me hang hakën e studentit, hakën e fukaras, hakën e jetimit, ti s'murësh me pretendu se e mirë. Se është sukur mja vjedh. E Allahu në ka thonë Kur'an, o ju njerëz, mos e hani pasurinë e njëri tjetrit pa hak. Sa I cili ka hangë pasurinë e tjetrit pa hak, Allahu po thonë Kur'an, ai e ka shtin kryet në furrë në këtë dunja para se marrë në ahiret. A premtimi Allahut është I vërtet? Nuk po premton njeri, Allahu xhallahu ala. Prandaj se puni më ndonjë menë. Kjo është për interesin tanë. Kjo është me shpëtu ti. Se funi gjithçka në këtë dunja e ki dhurat për Zotit Madhrishëm. Edhe shëndetin që qorë sa ba me punu të ka thonë Allahu xhallahu ala. Edhe mendjen për me arrit profesionin e ki bakshish për Zotit Madhrishëm. Prandaj Allahu ka lyp prej teje pak që me ndihmu tjetrit. Ati cili është në shtrat, ati cili Allahu e ka marrë shëndetin.
ata i cilë Allahu ja ka marë prind, ati që të zinë Allah e ka spërvu me mendje. E qysh me hangë muslimani hakën e uj? Qysh me hangë muslimani hakën e uj? Qysh merë gudzim me lyp nesër që problem të Zoti, kur ti e mush barkin me haram një dhe se bote? Përëndaj të dashur vëllezër, zeqati, sadaka, sadakatul fitri janë farz, obligim për Zotit të madhrishëm. Kush i jep e ka shpëtu vetë, kush se jep dhe i kalojnë vite, aja ka shti kryet në furrë të xhenamit për kësaj bote. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit, të gjithë njerëzit ngjallën normal, por ashtim ata të cilët e kanë hangë hakën e huj, ata ngjallën me barka të mëdhaj, Allah i na ruajt. E ata që kanë hangë hakën e jetimit, tha Rasulullahi, ngjallën me urë, ngjallën me tokën Arasatit, e Allahu xhalla wa ala ja çon në ndëshkim si lloj fëmije që ja hanë barkën dhe ta çojnë në urë Siratit. E ai trishtohet prej dhimbjes. E thonë me lajkët ku shon ky njeri që janë këtë mënyrë. Allah do të kjo është ai që ka hakën e huj. Unë i kam dhënë pasuri, që ka menduar se vetë ka fituar pasurinë. Vëllezër, e kam thënë dhe po e përsëriti. 2 sene nuk janë që ti je meritor për atë punë. Dituria është dhuratë për Zotit. Jep Allah ku na don sa don. Edhe pasuria nuk është se ti i meqëm, po të ka dhënë Allah e më sprovu. Sa njerëz të meqëm këtë dunja vdesin varfër, çuditesh. Ti shkan për mençuria të kishin sundu botën. Allahu thamë Kur'an, yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allahu me hikmetin e vet jep rizq të bollshëm dikujt që ta sprovon, dhe ja pakson dikujt që ta sprovon. Bota ka njoft dietar të mëdhaj që kanë vdekur të varfër. Dhe bota ka njoft ignorant të mëdhaj që kanë vdekur të pasur. Pa kjo është argument se nuk është pasuria prej mençurisë tonë, po thjesht dhuratë për Zotit më dhishëm. Andaj njeriu duhet me pas parasysh këtë fakt se zeqati është farz, lëmosha është farz. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ura Siratit i ka 2 stacione. Në stacionin e parë kanë munal ata që se kanë falë namazin, sun lëvizin as 1 milimetër. Dhe Allah ju thotë në Kur'an, këthenu në tokë, mushi mu këthy dhe njerë, dhe kryeni obligimin për cilën kam obligu. Allah tha hejhete lima tu adun. Tha shprej se kotë, kur s'këtheje, se është momenti llogaridhënies. Kalojnë ato që kanë kryer namazin, ata që se kanë kryer mbesin. Vjen stacioni tjetër, Allah i pyet agjerusit, lumaj i cili ka agjeru prej fëminis dhe ka vdek duke kryer obligimin e Zotit. Kalojnë agjerusit. E pastaj tha Rasulullahi, vjen stacioni zeqatit. Dhe Allah u thot, ku është pasuria jote? Çka ke marrë për kësaj dunjaje që po lypsot xhenet? Çka ke dhënë se e ka jetën kësaj bote kur të kam porosit me kry obligimin ndaj të varfërve, ti se ke kry? Ku është pasuria jote? Atëherë kupton njeriu se çfarë gabimi ka bërë, por s'ka kthim mrapa. Dhe stacioni tjetër, tha Rasulullahi, e nal haxhi, ata që kanë pas mundësi me shku në haxh dhe s'kanë shku. Këto fjalë që po i them të dashur vëllezër, janë në Kur'an. Janë fjalë të Zotit Madhreshëm. Kush e ka besu dhe kush beson në xhenet, le t'ja vënon mendën mirë fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Kush ka plan me shku në xhenet,
Le ta këshir mirë porosinë Allahut Azza wa Jall, se Allahu qindra ajete në Kur'an ka thonë inna Allahe la yukhlifu l-mi'ad. Allahu se them premtimin. Nëse të ka premtu më shpërbly, ka më shpërbly. A nëse të ka premtu më ndëshku, ka më ndëshku. S'ka kush e detyron Allahun me të rrek vendimin. Pra vëllezër të dashur, shkurtimisht sepse të flasim në xhuman tjetër. Në pasurinë tonë kanë hise të varfrit, kanë hise jetimet, kanë hise të burgosurit, kanë hise studentat. E nëse ti se jep zeqatin, ti e të hangë hakun e jetimit, hakun e të varfrit, hakun e të smutit, hakun e ati që ka spru Allah me mendje. E nëse ti hanë dhe pretendon se i mirë, e ke gënju vetën në dunja dhe në ahiret, se s'mon me ka një mira i cili hakën e tjetrit. Dhe s'ka mja pa hajrin jetës, e as pasurisa i cili nuk i ka punë me Zotrin më drejtë mirë. Ma djetë të dashur vëllezër, në Kur'an e ka përmend Zoti më drejtë se në këtë dunja i ndëshkon disa njerëz me pasuri. Allahu tha në Kur'an falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alejhim abwaaba kulli shay. Tha kur ata harun Zotin, e harun ditën e gjykimit, harun se i kanë hak dikuj, thonë ja dhash pasurin që ti përmbysin dunjan dhe në ahiret. E sa njerëz sot janë në buzë të gremimës, të falimentimit, të dështimit në familjen, në shoqëri, për shkak të pasurisë që Allah ja ka dhënë mjaft i qafën me ta. Sepse funi çka të merr ti me lanë këtë dunjë. O Rasulullah i tha kullu men fawqa turabi turabu, çdo gjë që ka marrë njeriu këtë dunjë kthehet në dhej që ka ardhur. Pra vëllezër të dashur, jemi në kohën e Ramazanit. Njerë në vit i bët zeqati, zgjedh në cilin do muaj të vitit, madje zgjedh në cilin dush dit njerë në vit. Kalkulohe pasurinë, ktheje në vlerë të parës dhe jepe 2.500, hiqe prej vetës gacën e xhenemit, se kemi apo sherin momentin ku të përcjellni për botën e përjetshme. E masun kthejesh më apa. Kjo është hak që Allahu ka kërkuar për neve. Prandaj nëse deri sot se kemi bën këtë, të pendohemi te Zoti i Madhreshëm dhe të bëjmë përpjekje ta kompenzojmë inshallah taala, sepse s'ka zgjidhje tjetër. Ktu pe përfundoj me lenin Allahu Azza wa Jall mi përmend në 3-4 çështje në xhuman e ardhshme. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.